qëndem nga kjo legislaturë e përmërë. Zërës Kryeministri i parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Diasporës, Javë Kërmërësa. Zërës Kryeministri e dytë dhe Ministri e Drejtësisë, Dominika Dërvalla. Zërës Kryeministri i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Danka. Ministri i Financave, Hekuran Murati. Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare, Andem Poti. Ministri i Mbrojtjes, Eyüp Maqedonci. Ministri i Punëve Brendshme, Celal Sveçka. Ministri i Digitalizimit dhe Administratës Publike, Lulzon Jakçiu. Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Hajrullah Çeku. Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevsi. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi. Ministri i Sportit dhe Rinisë, Kerim Kashani. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Tasolli. Ministri i Bujqësisë, Plotërisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja. Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Diman Basha. Ministri i Industrisë, Përmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusaja. Ministri i Ekonomisë, Artane Rizvanoli. Ministri për Komunitetet dhe Kthim, Nenad Rashiq. Ministri për Zhvillim Rajonal, Nasim Emi. Mandati që po e kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe digniteti, secilin mandat sigurie dhe begatije. Të gjithë, ju falenderoj për vëmendjen e drejtanishme dhe parapraktike